Nuk përqendrohem dot në namaz. Jam një djalë i ri. Mundohem, thot shumë. Të këshilloj që kur të falësh namazin, mendo si kur ky është namazi i fundit që do të falësh në këtë dynja. Përpiqu që kur të falësh namazin, të mendosh momentin kur do të dalësh para Allahut të lartësuar, me lejen e Zotit gjithësisë. Nëse vepron në këtë formë, ke bërqon më i përqendruar namaz. Po ashtu mundohu që kur të lidhesh për namaz, çështjet e dynjas, pra telefonin, gjëra të tjera, pra ti mbyllësh. Pra ti përfundosh ato punë që nuk mbetet vetëm se namazi. Dhe mendo sikur është namazi i fundit që po fal. Me lejen e Zotit gjithësisë ka për të ndryshuar gjendja jote.